normalitetin e jetës krishtere. Dhe një normalitet që ka jeta krishtere është se duhet të ecim, patjetër duhet të nderojmë Zotin ton kudo që jemi në fakt. Dhe sot duam të flasim pikërisht për shetërinë e Zotit. Nëse dikush më ndihmon në PowerPoint-in. Për shetërinë, për ecën tonë në shetëri. Fjala Perëndis na thotë shumë qartë që ne jemi tempulli i Perëndisë dhe trupi jonë është tempulli i Perëndisë. Dhe nuk i përkasim më vetvetes. Dhe është e vështirë her pas here të ruash veten të pastër nga bota, sepse jetojmë në një realitet të vështirë. Paktën edhe nga eksperjenca ime gjatë kohës së pushimeve, ku largohesh nga kisha, ishte më vështirë të rezistoje gjatë. Edhe ku largohesh ke të që ta ruash veten të pastër, se presioni vërtet është shumë i madh. Edhe është më kemi madh të jemi së bashku, patjetër Zoti ka bërë kishën që të marrim zemër nga njëri tjetri, të nxitemi, të marrim forca në Zotin edhe të mund të nderojmë Zotin me jetën tonë. Dhe sot duhet të flasim nga Ezekieli për se si të ecim në shetëri. Ne duhet të nderojmë Zotin me jetën tonë. Shetëria do thotë është një proces i transformimit tonë drejt Krishtit. Bëhemi më shumë si Krishti, bëhemi më shumë si Ai. Patjetër është një proces që zgjat gjithë jetën. Asnjëri nuk mund të thotë që unë mbarova u shëtrova mjaftueshëm, por zgjat gjithë jetën edhe është proces që Zoti e bën jetën tonë. Nuk e bën as Kisha Katolike, as Këshilli i Kardinalëve, por është vetë puna e frymës së Shenjtë në ne. Ndërkohë që ne bindim me Zotin, ai punon në ne, që ne të transformohemi hap pas hapit, duke ndryshuar jetën tonë në mënyrë të mrekullueshme, duke rinuar siç kënduam të kënga, mendjen, pastaj zemrën, karakterin, hap pas hapit. Dhe është vërtet një bekim i madh që hiri i Zotit mjafton për këtë proces. Është vërtet e manitshme kur shikon një jetë të transformuar, të shpëtuar dhe një jetë që të transformohet në mënyrë të mrekullueshme. Një mëkatar që kemi qenë gjithë mëkatar, të transformohemi dhe Zoti na thret, na quhen shenjtor. Edhe nga ana e pozitës tonë jemi të shenjtë përpara Zotit për hir të Krishtit. Po nëse në praktikë pastaj është zhvendimi jonë, zgjedhja jonë gjithashtu. Por kur lejojmë Zotin, ai bën vërtet gjëra të mëdha në jetën tonë. Është mrekullueshme, është se si Zoti punon dhe transformon jetët e njerëzve. Zoti don, me fjalë tjera është një tjetër, do thotë të kesh një dëshmi për Zotin. Një njeri i krishter nuk duhet të jetë patjetër se çka kanë më përpara shpëtimit, por fillon edhe ndryshon jetën e tij, edhe krijon një dëshmi. Ecën në shetëri, do të thotë ecën jeton për Zotin. Është i veçuar për Zotin edhe jeton sipas fjalës së Perëndisë, sipas këshillit të fjalës së Perëndisë. E ndan veten nga bota, edhe qëndron për Zotin. Është vështirë shpesh, por jo pa mundur. Nisët krishterë, ne mund të me anë të Krishtit mund të realizohet ky proces. Por së pari ne duhet të kujtojmë se Perëndia ynë është i shenjtë. Edhe po flisa me një musliman me berberin, po flisa për besimin. Ai tha unë shkoj në xhami, nuk është jam shumë praktikant, por shkoj në xhami, mundohem të fali, të jap etj. Edhe ajo që i tha shumë, nesit krishterë kemi kështu, se Zoti është i shenjtë, ne nuk mund të arrijmë kurrë në veprat tona. Edhe po i tregoj ndryshimin e fesë nga besimi. Edhe patjetër feja nuk e kupton shetërinë e Zotit. Edhe Zoti e zbulon veten e tij në fjalën e tij. Edhe për shkak se Zoti është i shenjtë, ishte i domosdoshëm që të vinte Jezu Krishti për të na shpëtuar. Krishti ishte i shenjtë, edhe këtë ndava edhe me personin. Në mënyrë që ai të bëhej ndërmjetësuesi për ne dhe shpëtimtari ynë. Ai tregon që është ai shpëtimtari i gjithë botës, pavarësisht traditave që ne kemi. Por shetëria, kuptimi i shetërisë Zotit është shumë e rëndësishëm. Duhet të dimë se kujt i përkasim, se kush është Zoti ynë. Edhe shpesh mund të na kapi rutina e jetës, mund na duket si e bëjmë Zotin si shok të përditshëm kollaj edhe nuk duhet të harrojmë se Zoti është i shenjtë. Edhe nëse shikojmë te zbulesa, është një referencë, thotë edhe të katër qenjet e gjalla kishin secila nga 6 krah për qark dhe për brenda ishin plot me sy. Dhe nuk pushon kur as ditë as natë, duke thënë, i shenjtë është Zoti Perëndi, i gjithëpushteshëm që ishte që është dhe vjen dhe që vjen. Këto gjallësa në fronë lavdin që edhe në tretë. Edhe janë thotë ditë edhe natë janë duke thirrur Zoti i shenjtë. Aq e madh është Zoti ynë. Edhe një nga lutjet që Zoti mësoi dishepujt, kur ata i thonë Zot, na mësoj që të lutemi, dhe Mateu 9 thotë, prandaj thotë lutuni sipas kësaj mënyre, Aty ynë që je në qiell, u shëtroft emri yt. Dhe Zoti kërkon edhe don që emri i tij të shëtrohet në jetën tonë. Si në qiell ashtu dhënë dhe. Edhe në qiell Zoti është i shëtruar, është në lavdin e plot.
në tokë akoma s'e ka marrë lavdinë që i përket. Edhe ka filluar të marrë lavdinë e tij patjetër nëpërmjet kishës së pari. Edhe është vërtet një privilegj i madh që ne jemi pjesë e familjes së tij. Bibla na thotë gjithashtu te para Korintasve, dhe prej tij ju jeni në Krishtin, i cili u bë për ne urtësi prej Perëndis, drejtësi dhe shetrim dhe shpengim. Krishti u bë për ne drejtësi dhe shetrim dhe shpengim. Nuk e di, a mendoni shpesh për këtë gjëra, po të mendosh se sa vuajnë fetarët për të qenë të shet para Zotit e tjerë. Njëkohë Zoti thotë, vetë fjala e Perëndis thotë që Krishti u bë për ne urtësi prej Perëndis, drejtësi dhe shetrim dhe shpengim. Zoti bëri këtë gjëra të mrekullueshme për ne. Edhe kemi dhuratë nga Krishti, është oferta e Krishtit. Është vërtet e jashtëzakonshme. Ndërkohë ju shikoni dhe pamje nga Valbona, nga vendet që ne kemi vizituar, edhe po shikoni madhështinë e Perëndis. Bibla na thot, na inkurajon, thot, duke pasur këtë premtime o të dashur, edhe ka shumë premtime fjalë e Perëndis janë për ne, që ne duhet t'i marrim, t'i zotërojmë ato dhe t'i shijojmë dhe të marrim përmbushjen e tyre. Le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit. Pra, ne kemi premtime vëllezër e motra. Ne kemi një jetë të re, kemi një familje të re, kemi një tarmë të re. Thotë, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shëtrimin ton në drujtin e Perëndis. Edhe patjetër që ndotja mund të jetë në nivel frymërar, mund të jetë në nivel shpirtëror edhe në nivel fizik. Megjithatë thotë Zoti të shëtrof trup, frymë edhe shpirt. Patjetër është një luftë frymërore. Edhe ne do të jemi të shejt në Zotin, që vetëm fryma e shejt të drejtojë edhe të mbush tempullin e tij. Dhe ne jemi tempulli i Zotit. Do të ndërrojmë Zotin me trupin ton, nuk do të jemi tempulli i tij, me shpirtin ton, gjithçka i përket Perëndis. Edhe pasazhi është sot nga Ezekieli, është shumë interesant, kam qenë duke lexuar fakt edhe ka bërë shumë përshtypje. Pasazhi është i tillë, pastaj ai më çoi drejt portës së jashtme të shenjtores, të shikonte nga lindja, por ajo ishte mbyllur. Zoti më tha, kjo portë do të mbetet e mbyllur, nuk do të hapet dhe askush nuk do të hyjë nëpër te. Sepse nëpër te ka hyrë Zoti, Perëndia e Izraelit. Prandaj do të mbetet e mbyllur. Po princi duke qenë se është princ, do të mund të ulet për të ngrënë përpara Zotit. Do të hyjë nga tremja e derës dhe do të dalë për nga ajo rrugë. Pastaj në portën në veri me çoi përpara tempullit, pash dhe ja lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Zotit, dhe unë rash me fytyrë. Zoti më tha, bir njeriu, ki kujdes, shiko me sytë e tu dhe dëgjoj me veshjet e tu të gjitha ato që do të them për statutet e shtëpisë së Zotit dhe tërë ligjet e tij. Vëzhgo me kujdes hyrjen e tempullit dhe të gjitha daljet e shenjtores. Do të thuash këtyre rebelëve, shtëpisë së Izraelit, kështu thot Zoti, o shtëpi e Izraelit, mjaft me neverit tuaja. Keni bërë që të futën të huajit pa rrethruar nga zemra dhe nga mishi me qëllim që të rrinin në shenjtoren time, për ta përdosur tempullin tim, ndërsa ofronit bukën time, dhjamin dhe gjakun duke shkelur këshillbeslidhjen time me ju, me të gjitha neverit tuaja. Ju nuk jeni kujdesur për gjërat e mia të shejta, por keni vend të huaj në vendin tuaj që të kujdesni për shenjtoren time. Kështu thot Zoti, asnjë huaj i pa rrethruar nga zemra dhe i pa rrethruar nga mishi nuk ka për të hyrë në shenjtoren time, as nga ndonjë huaj që ndodhet në mes të vivit të Izraelit. Le të lutemi në amen. Zot, faleminderit për këtë ditë që na dha sot. Faleminderit Zot për fjalën tënde që është e vërtetë dhe lutem Zot vërtet të na flasësh edhe ti jesh mësuesi ynë, Zot, lutem të na inkurajosh Zot për të bërë vendimet të duhura, edhe të krijojmë Zot një karakter të shenjtë në jetën tonë, Zot, të ecim në shenjtëri. Zot, na forco Zot, lutem Zot edhe për tjerë që nuk janë prezant, lutem Zot që ti ruash dhe lutem Zot që të kujdesesh për çdo nevojë që ata kanë, Zot, edhe të vinë në vazhdimsi, të bashkohen me kishën tënde, edhe të adhurojnë ty, sepse pa ty, pa kishën, pa gjë që ti ke siguruar për ne nuk mund të qëndrojmë, ne nuk mund të ecim në këtë shenjtëri që ti kërkon, sepse ti je shenjtë, Zot. Edhe duhet të jemi të tillë edhe ne. Zot, lutem edhe për gjitha këto gjëra, të falenderoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Së pari, nëse ne shikojmë këtë pasazh, thotë, pas vargjet e parë, thotë, pastaj më çoi drejt portës së jashtme të shenjtores, që shikonte nga lindja, por ajo ishte e mbyllur. Zoti më tha, kjo portë do të mbetet e mbyllur dhe nuk do të hapet dhe askush nuk do të hyjë nëpër te, sepse nëpër te ka hyrë Zoti, Perëndia e Izraelit. Prandaj do të mbetet e mbyllur. Dhe Zoti ka hyrë në jetën tonë, ka hyrë në zemrën tonë dhe ajo portë
porta e zemrës sonë duhet të jetë e mbyllur, duhet të jetë e shajt për Zotin. Edhe s'du të futet asnjë gjë tjetër, është ideja. Përveç se Zotit edhe gjërave që kanë të bëjnë me mbretërinë e Perëndisë. Edhe është vërtet një bekim i madh që për Krishti është në jetën tonë. Po thjesht për një kuriozitet, këto dy vargjet e para, ky kapitull flet për tempullin e Ezekielit që do ndërtohet në periudhën 1000 vjeçare, dhe ka profecinë vetvete. Edhe në fakt kjo porta e lindjes quhet, është një portë që është realisht e mbyllur, quhet porta e Ar, quhet porta lindore, edhe quhet porta e hirit. Edhe izraelitët ata e mbajtën mbyllur sepse besonin se këtu është futur shejtëria, hynia e Zotit nëpërmjet kësaj porte. Dhe gjithashtu Jezu Krishti hyri në Jeruzalem nëpërmjet kësaj porte. Edhe është përballë malit të Ullive, është edhe të poshtë projekt poshtë është projekt Kidronit dhe është përballë malit të Ullive. Edhe kjo portë sot është mbyllur, në fakt gati rreth prej 500 vitesh. Kjo portë është mbyllur. Është shumë e çuditshme se si është realizuar kjo profeci dhe vazhdon të jetë mbyllur derisa mbreti të vi, Jezu Krishti të vi të kthehet. Edhe në fakt kjo portë u ndërtua, u restauruar nga trushit në vitin 1000 rreth shekullit të 11, edhe e çmentuan, në fakt muslimanët e çmentuan këtë portë përderisa ata kishin pushuar qytetin për shumë shekuj, muslimanët e kishin në Jeruzalemin, e kishin të pushtuar. Edhe ata e çmentuan këtë portë me shpresë të dështonte për Krishtin e profeci, që Mesia të mos vinte nga kjo derë. Pa kuptuar, ata përmbushën për Krisht të profeci, që kjo derë do ishte mbyllur derisa Jezusi të vi, derisa Mesia vërtet të vi. Është të njëjtën gjë, janë bërë disa përpjekje për ta hapur këtë derë për gjatë shekujve, për gjatë viteve. Në 1917, kur britanikët donin të merrin Jeruzalemin, edhe Jeruzalemi Izraeli do kthehej në tokën e premtuar, Jeruzalemi ishte pushtuar nga muslimanët. Në 1917 mifteu i Jeruzalemit u përpoq që të mbyllte të gjitha portat e Jeruzalemit edhe donte të hapte portën lindore si vend shpëtimi për veten e vet edhe për njerëzit. Edhe ndërkohë që punëtorët po përgatishin për të hapur këtë portë, generali britanik vërshoi me aviona mbi qytet edhe nuk kishte nevojë fare që të hapte për ndërhyrje toksore, edhe mori qytetin nga ajri. Edhe porta nuk u hap. Interesant, përputhje të kësaj profecie. Në 1967 mbreti Hussein i Jordanis donte ta hapte këtë portë për legrinit musliman, edhe në mënyrë që të ndërprente mos i lejonte hebrejt të futeshin nga muri perëndimor në malin e tempullit. Për Krisht ditën që planifikoi që të hapte këtë portë, plasi lufta e 6 ditëve. Edhe Jeruzalemi mori pasaj thuajse pjesën më të madhe të tokave për 6 ditë, ai u kundërvu shumë kombeve arabe, është një luftë të vërtetë e mrekullueshme, duket se aty është dora e Zotit. Nëse shikojmë historitë e Djatës Vjetër, Izraeli ishte përpara shumë kombeve arabe dhe ata pushtuan tokat e tyre në një kohë rregullt për 6 ditë, ishte vërtet e jashtëzakonshme. Edhe porta nuk u hap. Izraeli vetë ka Ministria e Strehimit kishte tentuar për ta hapur, por ajo prap nuk u hap dhe kjo portë është akoma mbyllur. Edhe shumë besojnë që kjo portë nuk hapet derisa Mesia, Jezu Krishti të kthehet në ardhmën e tij të dytë. Sepse në atë portë kaloi Jezusi edhe kjo gjë përsëritet edhe në periudhën 1000 vjeçare, kur është tempulli i Ezekielit. Është një portë të shenjtë ku vetëm Zoti ka hyrë edhe mbyllet, edhe askush tjetër nuk do të hyjë aty. Edhe kjo është një mësim për ne që në jetën tonë praktike, jeta jonë, Zoti ka hyrë në jetën tonë, në zemrën tonë, edhe zemra jonë tani është e shëjtruar Perëndis. Në fakt Bibla na thotë që ne duhet ta shëjtroni Zotin Perëndin në jetën tuaj. Ajo që ka ndodhur në jetën tonë është se Jezusi ka ardhur në zemrën tonë. Ja unë shndroj te dera dhe trokas, nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha darkmet edhe ai me mua. Zoti ka ardhur në jetën tonë, ka trokitur në zemrën tonë, ne kemi hap zemrën edhe kjo derë zemra jon i përket, duhet të përkasi Zotit. Edhe Zoti lejojmë gjërat e huaja që të ndërhyjnë aty. Do të jetë kushtuar Perëndis edhe gjërave të mbretërisë, gjërave të shejta, gjërave të frymërore. Edhe lufta është shumë e madhe vëllezër motra, sulmi është i madh që aty në zemrën tonë të futen armisht.
Edhe djalli, Bibla na thotë që Jezusi e përshkruan si një vrasës, si një mashtrues, që mundohet nëpërmjet portave të ndryshme të futet e depërtoj tek zemra jonë, tek jeta jonë, edhe të futet nëpërmjet botës, lakmive të botës, nëpërmjet miqit, nëpërmjet situatave të ndryshme. Edhe ka shumë besimtarë që zemra e tyre nuk u përket thjeshtësisë Zotit. Ka shumë lloma të jetës se janë zënë nga armisht, nga gjërat të kësaj bote, nga mishi, nga djalli, nga mëkatet e ndryshme. Zoti na kujton. Zemra jonë, patjetër dera e zemrës sonë është hapur, është vetëm për Zotin, por është mbyllur, duhet të jetë mbyllur për gjithçka tjetër të kësaj bote, gjërat që na largojnë nga Perëndia. Nëse ne lëmë vend pak djallit, aq më tepër në zemrën tonë, po të japësh pak gishtin do të marrë krahun edhe jetën. Shpesh besimtarët nuk e kuptojnë këtë, po do të jemi vërtet shumë të kujdesshëm. Thot, madje shejtroni Zotin, thot, Perëndin në zemrat tuaja. Do ta shejtrojmë, u shejtroft emri yt. Atëherë do ta fillojnë jetën time. Zoti është Perëndia, është më lartë, është shpëtimtari, më është gjithçka që kam. Dhe jeni gjithnjë gati për mbrojtje, ndaj kujdo që ju kërkon. Fjalë për shpresë është në ju, për me butësi edhe me drujtje. Zoti duhet të shëjtrohet jetën tonë, në gjithçka vëllezër, motra, ne mund t'i besojmë atij. Nuk e di vetëm nëse shikoni atë krijimin e Zotit, mund të krijoni idenë se sa i madh është Perëndia. Edhe hiri i tij është i madh për ne, do të thënë falja e tij, dashamirësia e tij, që nuk na trajton gjithmonë ashtu siç ne meritojmë. Edhe her pas here jemi bloz në shanesën me Zotin edhe kemi gjëra shumë të gabuar në jetën tonë dhe ndonjëherë mund presësh një ndeshkim, një qortim nga Zoti dhe prapë Zoti jep hir. Edhe durimi i Zotit është që ne të pendohemi, patjetër edhe të vëmë në rregull jetën tonë me Zotin. Le ta shëjtrojmë Perëndin jetën tonë. Së pari Zoti kërkon një zemër të shejt. Duhet të kemi një zemër të shejt për mbretën. Zemra joni për këtë Krishtit dhe zemra. Ose ai dha gjithçka për ne. Edhe nuk ka jetë më të plot, më të begat, më të lumtur se sa timi në Krishtin, që Krishti të marrë frenat e jetës sonë. Vërtet mos jetë thjesht Krishti një mendim, ose të jetë vetëm për dielën, por të jetë çdo ditë jetës sonë. Të jetë gjithçka. Ai është gjithçka, apo jo, ai ka çdo pushtetin që edhe në tokë. Ne lutemi për provim, mund të lutemi atij për çdo gjë. Ai ka kontroll çdo gjë. Nuk do të harrojmë se kush është Perëndia ynë. Prandaj ai meriton që të jetë rehat në zemrën tonë, do të jetë i lartësuar. Ne mund t'i besojmë atij për çka, ne mund t'i lutim, ai është besnik. Fjala e Krishtit të banojë me begatinë në zemrën tonë. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin. Me psalme, me himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Patjetër gjërat të shëjta të Perëndisë do të jetë në zemrën tonë. Fjala e Perëndisë është një nga ato që duhet të mbushë zemrën tonë. Si mund ta kem Krishtin unë, Krishti është në qiell, Krishtin e kam frymën e tij brenda meje, por kjo përforcohet kur fjala e tij banon në mua. Edhe e shikoni, kuptojmë se sa luftë e madhe çdo ditë që të kalosh një kohë cilësore me fjalën e Perëndisë. Është një kohë cilësore në lutje. Gjithmonë të dalin punë, gjithmonë mishi nuk don, fillon lufta. Sepse ligu don patjetër që ne të mos kemi jetën me bullëk. Sepse fjala e Perëndisë, nëse banon me begati, do thot automatikisht ne po mbushemi me frymën e shejtë. Po mbushemi me vetë personin e Krishtit. Dhe prandaj është kaq e rëndësishme fjala e Zotit çdo ditë të kalojmë me fjalën e Perëndisë. Mund ta vëmë në provë. Fjala e Zotit ka fuqi vëllezër motra, që ta ruaj zemrën tonë nga mëkatet, nga tundimi. Ka një fuqi të vërtetë mbi natyrshme. Ne duhet të ecim patjetër duke nderuar Zotin tonë. Ndërsa tërë popujt ecën secili në emër të Zotit të vet, ne do të ecim në emër të Zotit Perëndisë tonë për jetë. Dhe është vërtet një bekim i madh që njohim Zotin. Zoti na ka gjetur dhe ne njohim Perëndin. Nuk e di, keni parë filmin Odises, versionin e parë, versionin e fundit, por gjithë filmi flet për perëndi të ndryshme, perëndi të rrëmbe, perëndi të sajuara. Edhe që janë komplet mitologji, imagjinat e njerëzve. Edhe sepse njeriu ka nevojë që të besojë dikun. A nuk është privilegj i madh që ne njohim Perëndin e vërtet. Ata besojnë Perëndi të panjohura, Perëndi që janë të rreme, janë idhuj. Po ne kemi Perëndin e vërtet, Krijuesin, shpëtimtarin tonë, i cili na bëri bitë e tij, na adoptoi. E imagjino na dha pushtet në bëhemi bitë Perëndisë. Nëse në fe, çdo fe
Perëndia shumë larg, që duket Perëndia vetëm jep urdhra, bëj këtë, bëj atë, sepse përndryshe të shkohesh. Zoti na ka bërë pjesë të familjes së tij. Na ka bërë fëmijët e tij. Dhe është një privilegj vërtet i madh. Edhe le të zgjedhim çdo ditë vërtet që zemra jon të jetë e kushtuar për Zotin, të jetë një zemër e mbushur me Krishtin. Edhe ne shohim dhjatën e vjetër Izraeli shpesh tek libri i gjyqtarëve është vazhdimisht largohet nga Zoti, bie shumë keq, kërkon Zotin, Zoti siguron një gjyqtar, edhe pastaj sa bëhet pak e rahat merr veten, pastaj prap largohet nga Zoti. Edhe është ky cikël që vazhdon te libri i gjyqtarëve. Edhe shpesh ndodh me jetën e besimtarëve kjo gjë. Se ndonjëherë Zotin e kërkojmë momente të vështira, na kap një panik në një situatë shumë vështirë, por pastaj kur Zoti na ndihmon, tendenca jonë është që ne ta harrojmë Perëndin. Edhe vazhdojmë prapë jetën tonë si më përpara. Prandaj është rëndësishme shumë edhe procesi i dishipullizimit që ne duam ta vazhdojmë, patjetër secili që është i përfshirë në mënyrë direkte, indirekt, në mënyrë që ne të bëhemi dishepuj të qëndrueshëm. Jo dishepuj me emocione, po dishepuj të qëndrueshëm. Jo me ditë caktuara, por çdo ditë do të jemi dishepuj të Krishtit. Jo vetëm në kish, por edhe kudo që jemi. Patjetër lufta do jetë e madhe, lufta është e madhe. Për shembull, Bibla thotë lakmia përpara rënë gjitha shiave ose dashuria përpara anë. Dhe për shembull, brezi i ri është një sprovë e madhe për që të kenë të ruajnë balans Perëndin. Edhe të mos e vjedhi asgjë Krishtin në jetën tonë, mos ta shohim frymën në jetën tonë. Të kuptojmë që jeta është një kohë që janë duke mësuar, besoj shumë që jeta e njeriut nuk qëndron në bushullinë e gjërave që ne zotrojmë. Jeta qëndron në Krishtin. Dashuria, lakmia përpara. Disa thotë dëshironat e fortë dhe depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje, edhe tundimi është e madh. Ka shumë që vjen në këtë gjë. Ka shumë studime për shembull në Amerikë. 7% e adoleshentëve amerikanë për shembull kalojnë 7 orë deri në 8 orë përpara tabletave, përpara lojrave të fatit, përpara teknologjisë. Djalli e kupton shumë mirë si funksionon njeriu. 7 orë, 8 orë ndoshta më aktive, ai u bllokon mendjen, syt. Por duke bllokuar syt, ai ka bllokuar zemrën. Edhe fëmia i adoleshenti nuk krijon dot, nuk ka më energji, nuk ka më durim për të krijojë një eksperiencë frymërore me Zotin. Nuk krijon, nuk ndërton dot. Dhe vetëm është duke kërkuar këtë gjën e momentit. Edhe një lojë më shumë, edhe tjerë edhe i ligu vërtet është mirë për të bërë të mashtruar njerëzit. Edhe t'i marrë peng në këto gjëra. Le të jemi të fokusuar vërtet tek Perëndia te Krishti. Patjetër Zoti na e fitore. Nëse ne e vendosim që të ndjekim Zotin, ai do na ndihmojë. Le të mos lëkundemi mes dy mendimeve, siç tha Elia me bitë Izraelit, që ishin larguar nga Zoti në malin Karmel me profetë e Baalit. Deri kur dërkundeni midis dy mendimeve? Nëse është Perëndia Zoti, atëherë ndiqni Zotin. Nëse Baali është Zoti, atëherë ndiqni Baalin, edhe Zoti krijoi një mrekulli të fuqishme aty. Edhe bitë e Izraelit era në adhurim përpara Perëndisë së Izraelit. Sa ai është Perëndia e vërtet. Baalit e kësaj bote nuk kanë, janë vetëm erë, janë mashtrim. Edhe djalli ka hedhur me shumicë në treg që njerëzit të mashtrohen dhe të mos shkojnë tek Perëndia e vërtet. Është vërtet një bekim që njohim Zotin, por është një zgjedhje e përditshme, vëllezër motra, që ne të zgjedhim Krishtin, të vendosim që zemra jonë të përkasë Krishtit. Edhe ka shumë hajdut të ndryshëm që përpiqen të futen në zemrën tonë, që mund të largojnë nga Perëndia. Së dyti duhet të shohim që të kemi jo vetëm një zemër të shenjtë për Zotin, por duhet të kemi një qëndrim të shenjtë. Dhe nëse ne shikojmë princin, është një princ këtu, i cili është, duke qenë se është princ, do të mund të ulet për të ngrënë bukë përpara Zotit. Do të hyjë nga ajati derës dhe të dalë nga ajo rrugë. Pastaj nëpër portën në veri me çe përpara tempullit, pash dhe ja lavdia e Zotit mbushë tempullin e Zotit. Dhe u ndrash me fytyrë, Zoti tha: "Bir njeriu, ki kujdes, shiko me sytë tu dhe dëgjoj me veshët e tu, të gjitha ata që do të them, për statutet e shtëpisë së Zotit dhe të ligjeve të tij. Ki kujdes në hyrjen e tempullit dhe në të gjitha daljet e shejtorës." Edhe këtu shohim princin i cili
ulet edhe do të haj përpara Zotit. Edhe tregon që patjetër nuk është Jezusi, Jezusi është Zoti, por ky është shtyprenc, është shtrembeti, mund të jetë Davidi, që do jetë në rendin e ri kur do vi rendi i Mesis. Ai do jetë përpara Zotit dhe do ulet të haj bukë përpara, dhe na tregon se çdo kush duhet të jetë i nënshtruar autoritetit ndaj autoritetit të Perëndis. Edhe në rendin e Mesis, patjetër që ka një qeveria mesianike, qeveria më e jashtëzakonshme që ka parë bota ndonjëherë. Po do ketë një hierarki, edhe në tempullin e Zotit, edhe në shërbimin ndaj Zotit. Edhe ne do të jemi patjetër të nënshtruar, ashtu siç princi është nënshtruar përpara Zotit, edhe është duke ngrënë përpara Zotit. Edhe ajo që ne na kujton ky varg është gjithçka që bëjmë, nëse ham, nëse pim, nëse bëjmë ndonjë gjë tjetër, të bëjmë për lavdinë e Perëndis. E gjithë jeta jonë do të jetë përpara Perëndis. Do të jetë vërtet e miratuar nga Zoti, të jetë në vullnetin e Zotit. Edhe nëse ham, edhe nëse pim, nëse bëjmë ndonjë gjë tjetër. Një diçka që Zoti don në jetën tonë është gjithmonë të bëjmë gjërat për lavdinë e Tij. Edhe kur ham bukën e përditshme. Pse Zoti për shembull nuk i dha bijve të Izraelit një magazinë të madhe me frigorifera që të runin manën për 40 vjet. Po për ditë të shkonin për të marrë manën. Bukën e përditshme na jep sot. Zoti e din shumë mirë se nëse ne sigurojmë disa gjëra bazike, tendenca jonë është të harrojmë atë. Ndërkohë që Zoti na siguron bukën e përditshme, edhe Zoti don që ne ta nderojmë Perëndin çdo ditë. Jo vetëm kur kemi nevojë, por gjithmonë jemi përpara Perëndis. Kjo do të tregon karakterin, që unë jam i nënshtruar përpara Mesis, përpara Jezu Krishtit, përpara mbretit, ai është mbreti. Edhe gjithçka në univers ka një hierarki, ka një sistem. Bibla thotë për shembull për familjen e fëmijët do të nënshtrohen prindërit, do të bindën prindërve. Sepse kjo është diçka e drejtë në Zotin, edhe do kenë shpërblim për këtë, do jetojnë gjatë edhe mirë mbi dhe. Gruaja do të nënshtrohet burrit, sepse burri është kreu i gruas. Nëse ashtu si Krishti është kreu i kishës, edhe kreu i Krishtit është Perëndia. Ka gjithmonë një hierarki, dhe Zoti gjithmonë punon strukturë. Dhe secili prej nesh është i rrethuar me autoritete të ndryshme në jetë. Ne duhet të respektojmë, duhet të nderojmë ato. Është mënyra se si Zoti punon edhe na rrit. Zoti u kundërvjet rebelëve. Por Zoti kërkon që ne të nënshtrohemi me autoritetet, qoftë në punë, qoftë në shkollë, qoftë në qeverisë, qoftë në familje. Është mënyra se si Zoti punon në jetën tonë. Edhe nëse ne ndjekim udhëzimet e Zotit, patjetër ashtu siç thotë, edhe jemi përpara Perëndis, gjithë jeta jonë është përpara Zotit. Me shpresë është miratuar çdo gjë që ne bëjmë, nëse ham, nëse pim, atëherë lavdia e Zotit mbush shpinën e Perëndis dhe unë rash në fytyrë. Kur ne ecim dhe jemi në vullnetin e Zotit, patjetër Zoti mbush jetën tonë, edhe mbush zemrën tonë me gëzim. Por thot ai u jep me hir më të madh. Prandaj thot Perëndia u kundërvjet me ndërmllëjve dhe u jep hir për ulërve. Nënshtroheni pra Perëndis, kundërshtoni djathtën dhe ai do të ratisit prej jush. Dhe kjo është një luftë e vazhdueshme. Zoti u kundërvjet rebelëve me ndërmllëjve, por u jep hir për ulërve. Nënshtroheni pra Perëndis. Të gjithë duhet të nënshtrohemi autoritetet që Perëndia ka vendosur mbi ne. Është mënyra si Zoti punon. Edhe është mënyra si djalli vepron që përkisht të shkatërrojë modelin e Perëndis. Edhe patjetër rebelimi, revolucioni dhe të tjerë janë gjitha ide diabolike. Përsa Zoti na thotë duhet të nënshtrohemi pushtetit dhe autoriteteve. Edhe djalli i nxit njerëz që të kundërshtojnë pikërisht këtë strukturë, këtë rregull që Perëndia ka vënë në univers. Edhe don që të krijojë patjetër konfuzion, që njerëzit mos ndjekin Perëndinë dhe autoriteteve. Autoritetet që ai ka vendosur me njerëzit. Me anë të autoriteteve ai drejton Perëndia gjithçka. Edhe njerëzit që përgjigjen autoriteteve, Zoti jep më shumë zbulesë. Më shumë zbulesë. Dhe njerëz të tillë natyrshëm janë shumë të pranueshëm mund të pranojnë shumë më kollaj edhe u ngjidhen. Edhe kjo është vërtet një bekim i madh. Është bekim i madh të ndajmë ngjidhen me të tjerë. Edhe kjo është një gëzim pa mas kur dikush merr ngjidhen dhe dikush shpëtohet. Kam ndarë edhe këtë histori ku isha student, ishte vllai një shoku tim të dhoma, po jepte disa provime për juridik atëherë,
Edhe më sa u ktheva nga kisha, ra muhabeti për besimin, ai ishte katolik, po ishte më shumë ateist, se kishte më shkollë të lartë, i duke veta, ishte mirë me shkollën, me studimet, po bënte diplomën e dytë në atë kohë. Edhe di që kam folë shumë fort, kam darë në shtëpinë, fola shumë për i ndava në gjithën, edhe ishte vërtet diçka mrekullueshme nga ana ime. Ai po pinte duhan, dhoma ishte mbushur me tym të merr, sa kishte tym, duke sigur dhoma jon po më flak. Edhe unë duke ndarë unë gjithën me atë, edhe kur shtrilla vërtet, po shohja pak pastaj, dhe ishte pas djela pas ditë, edhe ishte vërtet Zoti e mbushi zemrën time, e mbushi tamam me një gëzim të jashtëzakonshëm që nuk e përshkruan dot. Kur të mbush ajo frymë shejt, ashtë fryma po merr nga jeta jone, nuk është unë mora më shumë nga fryma, e kuptoni këtë për. E përjetova as shumë. Edhe momentit kur kam ndarë unë gjithën, Zoti ka qenë shumë dhe më shumë më fort i pranishëm prezant, sepse është gjëja më mrekullueshme vëllezër e motra, kur ne ndajmë gjithën me të tjerë. Edhe për këtë na ka lënë Zoti, kështu që ne të mund të ndajmë gjithën me të tjerë. Është një bekim i madh. Është gjë tjetër komplet se çfarë bën ata me gjithën. Por puna jonë ta ndajmë gjithën me të tjerë. Dhe është diçka që i pëlqen Zotit. Janë disa tek Galatas 5:6 thotë, por po them esni në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Ja, Zoti na thotë që ne duhet të ecim në frymë. Edhe fryma patjetër gjithmonë do na çojë në shejtëri. Fryma është shejt. Një njeri që është i mbushur me frymën e shejt, cilësia është ai është i nënshtuar autoriteteve. Është i përulur. Edhe është patjetër ka gëzimin e Zotit. Lavdia Perëndis ka mbushur jetën e tij. Fryma e shejt ka mbushur fryti i frymës së jetën e tij. Edhe pa frymën e shejt ne nuk mund të jetojmë jetën e krishterë, ne dim këtë gjë. Edhe shejtrimi nuk realizohet pa frymën e shejt. Por shikoj thotë është një zgjedhje, thotë esni në frymën e shejt, pra varet nga ne. Zoti është gati për të na ndihmuar në çdo aspekt, për të siguruar çdo nevojë tonën. Por thotë esni në frymë dhe nuk do përmbushni dëshirat e mishit. Pra është një zgjedhje jona që ne të ecim në frymën e shejt. Janë disa ligje që thotë për shtëpinë e Zotit, që duhet i vëmë re mirë, se si ne duhet veprojmë edhe të shërbejmë në shtëpinë e Perëndisë, shejtorën e Zotit. Janë disa ligje, janë edhe për ne gjithashtu. Ka disa ligje që duhet të udhëhiqet jetë jonë e krishterë, sot në dhjetën e re. Ligjet që udhëheqin jetën tonë, pavarësisht se ne e dim, nuk kemi në një ligj në dhjetën e vjetër. Jemi të çliruar nga ligjet, sepse Krishti e gojëdoi ligjin e Krishtit dhe i mori, i përmushi gjithë ligjin për ne. Megjithatë ka disa ligje frymërore që udhëheqen, duhet të drejtojnë udhëzojnë jetën tonë. Së pari është dashuria. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria pra është përmbushja e ligjit. Dhe Zoti thotë që duhet të kemi së pari dashurinë për Perëndin mbi gjithçka, duaj Zotin Perëndin tënd, edhe pastaj dashurinë për njëri tjetrin. Dhe gjithçka që ne bëjmë ta bëjmë me dashuri, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Edhe shpesh është vështirë, por Zoti është gati për të na ndihmuar. Ndërkohë që ne punojmë me dishipullizimin, dishipulli nuk përgjigjet, ka zhgënime, ka ulje ngritje, ka braktisje. Atëherë gjithsesi pjesa jonë gjithmonë ta bëjmë me dashuri punën e Perëndisë. Edhe çdo që ne bëjmë për Zotin, ta bëjmë me dashuri. Dashuria është përmbushja e ligjit. Është e mrekullueshme, apo jo? Nuk kemi nevojë të mbajmë një 660 sa ligje që janë dhjetën e vjetër. Nëse ne lejojmë Perëndin, dashuria e Zotit të jetë në jetën tonë, ne kemi përmbushur ligjin. Gjithashtu ne kemi një ligj të frymës së jetës në Krishtin Jezus, që na shliron nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Pra ligji jon, siç pa më lart, ne duhet të ecim në frymë, kjo është ligji jon. Tani prapë është zgjedhja jon, e kuptoj si besimtarët nuk është të ecin gjithmonë në frymë, dhe është një luftë e vazhdueshme. Por ky është ligji që ne duhet të ecim në frymë, në mënyrë që jeta jon të ketë ndikimin edhe të jetë efektive për mbretërinë e Perëndisë. Edhe të jemi edhe të frutshëm. Fryma e shejtë është ajo që na bën të frutshëm. Ndërkohë kemi një ligj tjetër thotë, ndërsa ai që do të përkulet për të parë në ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon atë thotë, duke mos qenë një dëgjues harraç, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. Kemi një ligj të përsosur të lirisë, vëllezër motra. Edhe të vetmit njerëz në këtë botë, u them me autoritetin e fjalës së Perëndisë, që janë përsosmërisht të lirë, janë të krishterët që kanë pranuar në Krishtin. Jezu Krishti tha, atë që biri e bën të lirë, me të vërtetë janë të lirë. Aty ku është fryma e Zotit, aty është liria.
ne mund ta kemi shpëtimin, ne mund ta kemi lirinë së dhurat, pavarësisht sa përdorim lirinë. Shpesh mund ta kesh përdorim lirinë. Ndërsa që ta përdorim lirinë në Krishtin do thotë do të ecim në fuqinë e frymës së Shejtit, sepse aty ku është fryma e Zotit. Kur ecën në misht ne nuk e shohim këtë liri të Krishtit. Ndërsa kur ecim në frymë, aty ku është fryma e Zotit, aty është liria. Kemi një listë për sosë të lirisë. Por lirinë thotë mos ta përdorim për mishën, por të shërbejmë njëri tjetrit, me dashuri të shërbejmë njëri tjetrit. Jo ta përdorim lirinë në Krishtin për egon ton, për gjërat tona personale, por për të shërbyer njëri tjetrit. Mbani barrat e njëri tjetrit, dhe kështu përmbushni ligjin e Krishtit. Kemi një ligj tjetër të mbajmë barrat e njëri tjetrit. Imagjino, do thotë nuk është thjesht diçka opsionale, ne duhet të ndihmojmë, duhet të mbajmë barrat e njëri tjetrit. Sot unë kam nevojë për ty, nëse do kishte nevojë për mua, ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, pra ne familja besimit, që të mbajmë barrat e njëri tjetrit, të ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe kështu njerëzit, kështu do kemi një dëshmi vërtet shumë më të fortë edhe përpara njerëzve të tjerë. Edhe një diçka në përgjithësi që flitet për unë gjithë orët, nga të pashpëtuarit është se ata duan shumë njëri tjetrin edhe bën shumë për njëri tjetrin. Edhe kështu duhet të jetë në fakt. Por kjo gjë i bën përshtypje njerëzve, sepse në botën e pashpëtuar ne dim shumë që si funksionon. Gjithçka është vetëm ku t'ia fusin njëri tjetrit, ku të përfitojnë, ku të vjedhen, nuk e di, dhëdhoj manovrash të tjera. Edhe nuk ka sinqeritet, nuk të thotë, ka vetëm përfitime e tjera. Ndërsa ne duke përmbushur ligjin e Krishtit, duke mbajtur barrat për njëri tjetrin, ne përmbushim ligjin e Krishtit dhe ndryshojmë dritën e Krishtit në ne. Edhe fundit është Zoti kërkon të ecur tonë në shëtrinë në Perëndisë, është edhe duhet të shëtrohemi patjetër në jetën tonë të përditshme, në karakterin tonë, si dishepull të Krishtit. Duhet të shëtrohet shërbesa jonë për Zotin. Pra shërbesa jonë duhet të jetë cilësore përpara Perëndisë. Edhe kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Në fakt Izraeli kishte bërë një gabim të madh, kishte bërë diçka mikse në shërbimin e Zotit, në tempull, kishte futur edhe të pashpëtuar, edhe të parrafprer. Edhe janë vargjet nga 9 deri 6 deri 9 thotë keni bërë të futën të huaj dhe të parrafprer nga zemra dhe nga mishi, me qëllim që të rrinin në shejtorin time për të përdosur tempullin tim, ndërsa ofronit bukën time, dhjamin dhe gjakun dhe duke shkelur beslidhjen time me ju dhe me gjitha nevorit tuaja. Diçka që ata kishin bërë se ishin futur të parrafpreret në tempullin e Perëndisë, kishte diçka e nevrishme përpara Zotit. Sepse kishte diçka vetë pa pranueshme, sepse Zoti është i shenjtë, edhe tempulli i Zotit duhet të jetë i shenjtë. Edhe gjithçka që është në tempullin e Perëndisë, shejtora e Perëndisë, duhet të jetë në shenjtëri. Ata kishin bërë mix, kishin lejuar gjërat njerëzit e pashpëtuar që të futen në shërbimin e Zotit. Juda ka vepruar me pabesi dhe një veprim i neveritshëm, dhe kjo është përsëritur shumë dhjetën e vjetër nëse ne lexojmë. Thotë është kryer veprimi i neveritshëm është kryer në Izrael dhe në Jeruzalem, sepse Juda ka përdosur vendin e shenjtë të Zotit, që ai e do dhe është martuar me bijen e një perëndie të huaj. Vendi i shenjtë i Zotit. Kush është vendi i shenjtë i Zotit për ne? Është zemra, aty ku banon fryma e shenjtë, në frymën tonë. Fryma e shenjtë është një tani me frymën tonë, na thotë romakët. Jemi tempulli i frymës së shenjtë. Është një vend i shenjtë. Por të pam të para Korintasve, ne duhet të pastrojmë jetën tonë, edhe në frymë, edhe në mish. Duhet të ecim në shenjtëri përpara Perëndisë. Ata kanë përdorur vendin e shenjtë. Do të thotë që edhe ne mund ta përdosim, mund ta bëjmë keq vendin e shenjtë edhe mund të futen gjëra të huaja. Zoti thotë, është diçka pa pranueshme, diçka e neveritshme. Nuk duhet lejuar kurse që ai do thotë dhe ai është martuar me bijen e një perëndie të huaj. Edhe Zoti për shembull martesa këtu, një njeri që ka përdosur zemrën e shenjtë, që nuk është në zemrën shejtore për Perëndin, është natyrshëm që të përfundojë të martohet me bijen e një perëndie të huaj. Një besimtar, më të keq me ne, është natyrshëm që se ka lejuar botën edhe gjatë kënaqësitë e kësaj jete dhe e ka hap zemrën për ndaj çdo gjëje. Është natyrshëm e krejtë që të përfundojë të martohet ndoshta
me bija në një perëndi të huaj, martesa më të pashpëtuarit. Është diçka komplet e nevrishme, domethënë Zoti na paralajmëron rreptësisht. Sepse kjo ishte fatale për jetën tonë frymërore. Edhe nuk duhet të ndodhë kështu. Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Edhe në jetën tonë vëllezër motra e kemi thënë shpesh sepse ka shumë të ri dhe të reja nuk e kuptojnë rëndësinë se shoqëria keqet më rënë qafë. Shoqëritë e këqija do prishin zakonet e mira. Nuk ka lidhje drita me errësirën. Prandaj mos le të kemi kujdes të dimë të zgjedhim mirë shokët tanë. Shoqëria jonë, familja jonë është familja e Perëndis. Familja që ka siguruar Zoti për ne. Çfarë lidhje ka drita me errësirën? Si mund të futet dikush se të hyjnë në zell me të pabeset, të 2 Korintasve, për martesat të pashpëtuarit. Ç'lidhje ka Krishti me Belialin? E shikoni se sa serioze që është? A serioze që ishte dhjatën e vjetër, është serioze në dhjatën e re. Që ne të mos lejojmë të rrethpret. Kush janë të rrethpret, për ne sot janë të pashpëtuarit. Dhjatën e vjetër ishte një rrethprerje fizike, në dhjatën e re është për ne si nga ana frymërore kanë ndodhur në rrethprerje e brendshme frymërore. Do thotë jemi të shpëtuar, kemi frymën e shejt. Dhe të rrethpret nga ana frymërore janë njerëz të pashpëtuar, njerëz që nuk e njohin Zotin. Po ç'punë kemi ne me të pashpëtuar, që të futem në një zell. Nuk e thotë se nuk do të kemi marrëdhënie pune për të komunikuar, për të ndarur ngjitjen, për të dëshmuar, por jo për të futur, për të kaluar në raporte personale e tjera, që ne të ndajmë zemrën me njerëzit e punës, kujdo raste të ndryshme. Ç'lidhje ka të shkon të ndaj me një person të punës son me gjëra që mund të kemë një vëllai me motrën në kish, është e pa imagjinueshme. Të ndaj gjërat e zemrës son është pa imagjinueshme. Ç'punë kemi ne të ndajmë jetën tonë frymërore me të pashpëtuarit. Nuk ka kurrë lidhje. Dhe kjo është një mungesë komplet pa pjekurie dhe kjo është vërtet diçka shumë e papranueshme përpara Perëndis. Ne duhet jemi të shejt, thot fjala e Perëndis. Tregoni kujdes se mos ndokush që të bën pre të timan filozofisë dhe mashtrimet të kota, sipas traditës së njerëzve, sepse sipas elementeve të botës, dhe jo sipas Krishtit, sepse në të banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnis, dhe ju jeni të mbushur në të, i cili është kreu i çdo principati për shteti. Dhe jo vetëm në planin personal, por edhe në planin global të kishës, kisha ku ne jetojmë sot është një kishë që është në këtë gjendje, thuaj se e martuar me botën. Bota ka depërtuar brenda. Domethënë kisha nuk e rrëzoi dot as përsekutimi edhe shumë sa strategji tjera që djalli përdori gjatë historisë. Por ajo që e ka rrëzuar shumë kishën është pikërisht depërtimi i botës, depërtimi i materializmit, duke bërë kompromis me botën. Pak aty, pak këtu edhe bota ka hyrë në kishë dhe shpesh në shumë kisha jeta kishës është bërë më shumë si një spektakël, si një show, nuk ka dallim me është kisha apo është një koncert me Luiz Heldin për shembull, e tjerë. Është vërtet një mungesë shumë e madhe, është diçka nevrishme për Zotin. Edhe këtu është sulmuar, sepse janë futur filozofitë e botës, mashtrimet, po të bëhemi si bota ne, ta bëjmë kishën si bota që të fitojmë botën. Vjen keq, por nuk funksionon kështu. Është pa modë. Ne duhet të ruajmë shejtorën edhe kishën të shejt. Edhe gjëra të shejta për Zotin. Patjetër, sepse te Krishti mjafton. Nëse njerëzit nuk vinë te Krishti, kur ne jemi të drejtë, jesim në frymë dhe bëjmë gjërat në mënyrën e duhur, nuk do vinë te Krishti të sigurt ne të bëjmë spektaklet më të mëdha që njeriu ka imagjinuar, ka bërë ndonjëherë. Krishti është diçka. Nëse ata s'pëlqejnë Krishtin, është e kodë çdo tjetër. Prandaj duhet të qëndrojmë. Edhe Bibla na thotë që faktikisht Pali thotë këtu, thotë besimtarëve, është i përgjerohen thotë nëpërmjet dëmshirës së Krishtit. Ta paraqisni trupin tuaj si një fli përpara Perëndis. Edhe të mos u konformoni në këtë botë. Pra, mendja është një derë shumë efektive që mund nëse ne përdorim si duhet, që ta rinojmë të manë fjalës Perëndis, ta ripërtrim, ai është një burimjetë, thotë fjalët e Uta. Por është vërtetë e kundërta në sjellta e saj. Nëse ne fusim gjëra të tjera të gabuara, ne nuk rinovohemi dot. Nëse nuk përtrim mendjen tonë në fjalën e Perëndis, ne nuk do rritemi, nuk do transformohemi.
Mendja ka të bëj patjetër lidhet shumë me zemrën. Gjëra që ne mendojmë, pastaj janë në zemër, pastaj bëhen pjesë e jetës sonë dhe ne si përfunim ndjekim ato ide, ato mendime që mund të jenë të gabuara. Prandaj gjithçka duhet ta krahasojmë me fjalën e Perëndis, çdo mendim gjithçka që vjen. Nuk e di, keni qenë ndonjëherë mulli, përveç se Fadilit ke qenë bëse Fadilit, po nga mulliri më të mësojmë shumë gjëra, po mulliri është për bluar misrin dikur, përdorin për misrin edhe për grurin. Po misri bluan çat japsh, mulliri, guri mullirit. Mund të bluaj misrin, mund të bluaj grurin, mund të bluaj edhe zallishte, edhe gurishte, edhe drur. Kështu është puna e mendjes tonë. Mendja jonë do të bluaj diçka. Nëse nuk bluan fjalën e Perëndis, nëse ne nuk meditojmë, nuk përsijatim fjalën e Perëndis. Edhe kur kalojmë kohë me fjalën e Zotit, thjesht mos kalojmë një kapitull o dy kapitull edhe ta mbyllim, por le të mendojmë pak për vërtet për ta përsijatim mendjen tonë. Të kuptojmë çfarë po thotë Zoti këtu. Të meditojmë për fjalën e Perëndis, se fjala të zërë në vend, në mendjen tonë dhe në zemrën tonë, në mënyrë që të ketë efekt. Le të jemi vërtet fort të qëndrueshëm me Zotin. Disa gjëra të fundit, kush janë autorët e shëtrimit tonë? Ndërkohë që ne flasim për shëtrimin, patjetër shëtrimi nuk vjen nga, siç mendojnë katolikët, nga procesi i transformimit, procesi i vendimeve që merr Kisha Katolike, Këshilli i Kardinalëve, apo murgjit që shkojnë, bllokohen nëpër manastire dhe mendojnë që duke u larguar nga bota do të shëtrohem, do ofrojmë më shumë me Zotin. Nuk është as pak e vërtetë ajo që mëson Kisha Katolike lidhur me shëtrimin. Zoti na flet shumë qartë që ata që mund të shëjtrojnë jetën tonë, nëse ne lejojmë Perëndin, nëse ne zgjedhim, së pari është fjala e Perëndis. Dëgjoni 17:17. Shëjtroj me të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta. Vëllezër e motra, pa fjalën e Perëndis nuk mund të shëjtrohemi. Nëse ne dhe ta marrim seriozisht, kemi kohë cilësore me fjalën e Zotit, të meditojmë, ta kuptojmë edhe ta zbatojmë ata vëmë atë në praktikë. Duke kërkuar ta vëmë në praktikë. Nëse duam të kemi sukses, duhet kërkojmë që ta vëmë në praktikë, jo thjesht ta kemi si informacion. Por fjala e Perëndis ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ka një fuqi pastruese tek Efesanët, është lan, shplan jetën tonë nga papastërtitë. Ka shumë mikrobe, ka shumë viroza me katarë në jetën tonë, mikrobe që duan të na bllokojnë. Fjala e Zotit i pastron ato. Ka efekt të jashtëzakonshëm. Jezusi thua që patjetër që është shëjtrimi, ai na shëjtron. Unë e shëjtroj veten time, thot Jezusi, për hir të tyre, që edhe ata të shëjtrohen nëpërmjet të së vërtetës. Jezusi patjetër është autori i shëjtrimit. Në Krishtin ne kemi shëjtrim, por ai është më nepër të na shëjtruar edhe ditë pas dite. Çdo ditë ai don që ne të shëjtrohemi, thot nëpërmjet të vërtetës, nëpërmjet besimit. Të veprat është referencë tjetër. Me anë të besimit, nuk do të thotë pa besim nuk mund të ndodhë kjo gjë. Nuk mjafton thjesht ideja, por duke ecur në Zotin, duke bërë vendimet e duhura, Zoti vepron besimin, na jep besim që ne të përmbushim këtë gjë. Fryma është shejt. Nëpërmjet frymës së shejt, ai është patjetër një autor tjetër i shëjtrimit ton. Pa frymën e shejt, ne nuk s'mundojmë dot asnjë gjë, pa fuqinë e Perëndis. Perëndia vet, po themi si treni para Tesalonikasve. Ai na shëjtron në frymë, në shpirt dhe në trup. Nuk kemi ne fitore pa fuqinë e Zotit, pa frymën e shejt, pa vetë Perëndin, nuk mund të fitojmë dot. Në aspektin frymëror, shpirtëror apo fizik. Një luftë pa duke u shputur aleancën me Perëndin, është sigurt që ne kemi humbur betejën. Edhe djalli do të tallet me ne siç tallet me katolikët edhe me fetarët në gjithë botën. Me anë të para Timoteut 4:5 na thuhet që shëjtrimi jon ndodh nëpërmjet fjalës dhe lutjes. Lutja është një element kaq i rëndësishëm vëllezër e motra. Nëse nuk kemi lutje, nuk do të ndodhë shëjtrimi. Sepse Zoti nuk vepron në mënyrë të pavullnetshme në jetën tonë. Ne i shprehim Zotit, vendimi jon për të shëjtruar është në lutje. Ne shprehim Zotit, Zot, më ndihmo për të kaluar këtë provë, më ndihmo të ndryshoj. Më ndihmo që unë ta heq këtë zakon në jetën time. Edhe duke qenë lutje të vazhdueshme përpara Perëndis. Të lutemi për çdo gjë. Dhe kjo janë mënyrat se si Zoti punon në jetën tonë për të arritur shëjtrimin.
Dhe duke qenë të shëjtruar me Zotin do thotë që kemi më shumë dëshmi për Perëndin. Do kemi më shumë ndikim dhe do kemi më shumë fryt për mbretërinë e Perëndisë. Le të lejojmë Perëndin që të punojë në jetën tonë sa më shumë. Le ta mbyllim.